Dhe të dashur me që jemi bashkë në spitalin Rezonanca 2, aty ku na çdo emision e tregojmë shërbimet të cilat mund t'i gjeni në këtë spital, siç kemi thënë shumë herë, nga A deri në Z. Po sot do ndalemi tek një problematikë shumë e shpeshtë, e cila goxha bën problem tek pacientët. Është fjala për thonjët e këmbës, të cilët siç e njohim në popull futen në mesh dhe krijojnë goxha problem, dhimbje të mëdha, temperaturë, skuqje, probleme me këpuca e çdo gjë tjetër, me të cilën duhet një trajtim specifik. Pikërisht këtë temë në pak kohë do ta trajtojmë me ortopedin Dr. Raman Shala. Faleminderit shumë Dr. Raman për këtë kohë të shkurtë, po për këtë temë kaq shqetësuese. Ju me siguri çdo ditë keni pacienta me këtë problem. Patjetër, do të thotë, me vite. Me vite. Me vite. Nuk është prej aty në problemeve se të themi na larg zemrës, po problem serioz është. Është problem serioz sepse është problem i vazhdueshëm. Gjatë gjithë ditës e ke, edhe pa një zgjidhje, do thotë nuk ka lënë. Po.